niveli i sabotazhit që ka ndodhur 2 vjet të fundit është jashtëzakonshëm, bëhet fjalë për disa qindra raste. Unë mendoj që edhe rasti i Spanjës dhe Portugalisë me shumë mundësi është diçka e ngjashme, sepse nuk kam parë deri më sot asnjë shpjegim logjik të asaj që ndodhi. Madje shpjegimi që dha qeveria spanjolle është shpjegim infantil, kuptimi që kishte dyshim. Por i ndalohet të japë një shpjegim tjetër. Sigurisht është një tjetër, po do krijonte pastaj konflikt. Unë kujtoj ku kam qenë protestat për pas vrasjes së George Floyd në Shtetet e Bashkuara. Një sekondë do të ndërpres sepse më lajmëron nga regjia që u largua droni dhe mikrofoni Karamuços prap është ofik. Jo Karamuço tani dash teoriko se të lutem droni komplet. Aparaturën, sepse lufta hibride ja do që farë. Jo, është, e di çfarë, sapo përmendëm kolonel Bunkerin fillua. Jo, kolonel Bunkerin e përmendet ti s'dodhja zë. Jo, emrin e tha Karamuço. Sa foli Nata Zero, do t'jetë në një kod, do t'jetë në një kod. Është ka fuqinë e një kodi. Të lutem droni mikrofonin se nuk mund ta mbyllet të emision pa Karamuçon, po të lutem. Për të kuptuar thelbin asaj çka kërkon të bëj Rusia, kujtoj gjatë protestave për pas vrasjes së George Floyd, ishte një person me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara. Ishin protesta të mëdha në atë kohë. I can't breathe. Donald Trump president. Rrjetet sociale dhe nëpërmjet sulmeve kibernetike ruse bën maksimumin e mundshëm për të krijuar sa më shumë ndarje sociale dhe racore brenda Shtetet e Bashkuara. Pra ky është një prej qëllimeve që ka Rusia për të krijuar një përçarje brenda Perëndimit, qoftë në Evropë. Pra kemi luftë, pra këtë po them, sepse nuk mund të themi që tani që ne nuk jemi të kërcënuar, po bëjmë sikur jemi të kërcënuar për të justifikuar buxhetet. Ne sapo listuam pafund ore. Kërcënimi është diskutim. Është dhe global madje. Është global. Sa të mikrofonot edhe një herë. Mikrofonot prap? Do vi droni prap do e baterinë. Gjithë periudhën e luftës ftoftë Europa u përgatit për luftë, ishe nën mbrojtjen amerikane, nën çadrën amerikane. Edhe tashmë Europa po përgatitet në vete që tjetë edhe fuqi, siç është fuqi ekonomike, tjetë edhe fuqi ushtarake. Janë arsye shumë të besueshme. Edhe të tëra shërbimet i evidentojnë këto. Nata Zero dhe një herë, lutem. Çfarë është Nata Zero? Jo, po kujtoja. Mikrofoni mirë, ëh. Madje gjej rastin, jo se di, do të flasë regjia, nëse është në mirë se dëgjosh. Gjej rastin të përshëndes kolonel Demirani, shefin e komandantin e forcave speciale të ushtrisë, që ka bërë një libër shumë të mirë për... Ne pas shumë e misafirat, apo nuk në vjenë, nuk e di se shumë largë. Ty flitet edhe për një aparaturë e goditjes elektromagnetike me fushë shumë të fuqishme që shkarkon gjithë ato dhe bateritë e këtyre. Pa ne po filluar qeshje. Dhe është e vërtet, është e përdorur dhe në Ukrainë, në sulmin e parë që përdorur në Rusët, bën këto shutdownet e gjithë këtyre backupeve që ishin për radarët dhe për këto në Ukrainë. Në të rastin tënë nuk kanë qenë ato, sepse të shkakuar të tërë. Po tani kjo është një gjë për tu, edhe për informacion për kulturë. Po sa the Nata Zero. Dhe Nata Zero është një natë shumë e ngjashme, është një natë shumë e ngjashme me atë që ndodhi, që përmendi edhe kolegu, që ndodhi në Spanjë, Portugali dhe në jugun e Francës. Franca, e keni vënë re që nuk foli fare. Presidenti Macron pothuajse e kaloi në heshtje. Por, çfarë është Nata Zero? Nata Zero është që të dalësh me duar në xhepa. Të këtë kone e qiriu dhe të latës krijon kaos të jashtëzakonshëm social. Pra një nga gjërat që bëri Spanja momentin e parë, se unë prandaj po e shikoja pra kush ishte reagimi. Vendosi gjendje e jashtëzakonshme. Gjendja e jashtëzakonshme dhe nxjerrja e ushtrisë në rrugë. Që do të thotë sepse këto janë gjithmonë sulme që kërkojnë kaos social.